Horoskopi javor 20 deri 27 tetor 2025, dashi. Kjo javë për dashin sjell një kombinim të balancuar midis praktikës dhe pasionit. Fillimi i javës. Hëna në Virgjëresh të ndihmon të përqendrohesh tek detajet dhe të marrësh vendime të sakta. Është një kohë e mirë për organizim dhe rregull në jetën e përditshme. Mesjava. Hëna në Peshore vën pa rëndësinë e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve. Lidhjet personale dhe profesionale kërkojnë qartësi, mirëkuptim dhe dialog të hapur. Vërtetimi emocional. Hëna në Akrep sjell intensitet dhe ndjeshmëri. Mund të ndihesh më i vetëdijshëm për emocionet e tua dhe të tjerëve, duke fituar insight të rëndësishëm për marrëdhëniet dhe vendimet që duhet të marrësh. Fundjava. Hëna në Shigjetar ngre shpirtin me optimizëm dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja. Një moment i shkëlqyer për hobi, udhëtime të shkurtra apo për të eksploruar ide të reja që të frymëzojnë. Këshill e përgjithshme. Kjo javë është ideale për të balancuar logjikën me emocionin, për të punuar në marrëdhënie dhe projekte, dhe për të hapur horizontet e tua për mësime dhe përvoja të reja. Demi, kjo javë mund të ndihesh tërhequr drejt zakoneve të vjetra, por rritja jote është më e rëndësishme. Mos zgjidh rehati nëse të mban të vogël. Ke arritur shumë, mos e prish progresin vetëm për të ndjerë siguri. Në dashuri, shprehu të vërtetën tënde, edhe nëse nuk është e lehtë. Në punë, provo një rrugë të re. Beso u guximit tënd. Qëndrimi i ngujuar nuk do të mbrojë, do të vonojë vetëm. Rritja ndjehet e çuditshme në fillim, por gjithmonë ia vlen. Megjithatë, yjet sugjerojnë që kjo është një javë për të marrë të paktën një rrezik të vogël emocional. Një hap i guximshëm, një fjalë e sinqertë, një thirrje, një shprehje dashurie apo një qasje e re ndaj dikujt që tërheq vëmendjen, mund të ketë shpërblim të madh. Pasioni dhe kënaqësia që vijnë nga hapja e zemrës mund të tejkalojnë frikën fillestare dhe të sjellin një përvojë emocionuese që do të kujtohet gjatë. Këshill e javës, mos e lejo frikën të ndalojë. Zemra jote mund të marrë një kënaqësi të madhe nëse guxon të hapet. Binjakët, kjo javë të fton të zgjedhësh lidhjen mbi konkurrencën. I dashur binjak. Në vend që të përpiqesh të sfidosh ose të konkurosh me të tjerët, përqendrohu tek bashkëpunimi dhe ndërtimi i marrëdhënieve të sinqerta. Energjia jote është e fortë dhe duke e përdorur atë për të bashkëpunuar me të tjerët, do të arrish rezultate më të mira dhe ndjenja kënaqësie të madhe. Shmang rivalitetet e panevojshme, fokusohu tek dialogu, ndarja e ideve dhe ndihma reciproke. Lidhjet që krijon tani mund të sjellin përfitime të mëdha për të ardhmen. Energjia jote është si zjarr, i dashur binjak. Njëkohësisht javë të bësh punën e dy vetëve. Tani po merr mbi supe më shumë detyra, pothuajse si të bësh punën e 4 personave. Ky intensitet mund të lodh trupin dhe shpirtin, ndaj është e rëndësishme të gjesh disa momente qetësie gjatë ditës. Këshill. Çdo njeri ka nevojë për një pushim her pas here, përfshir edhe ty merr frymë thellë. Lejo trupin dhe mendjen të rigjallërohen dhe do të jesh më produktiv dhe më i qetë. Gaforja, kjo javë të fton të kthehesh tek ajo që të bën të ndihesh i qëndrueshëm dhe i sigurt. I dashur gafore. Shpirti yt kërkon rehati, stabilitet dhe momente të qeta për t'u rigjallëruar. Është një kohë e shkëlqyer për të rikthyer energjitë e tua te rutina që të bën të ndihesh mirë dhe për të përforcuar lidhjet me ata që të mbështesin. Të tjerët mund të thonë se ke kokën në rër, por realiteti është ndryshe. Ti po qëndron larg dramave dhe po ecën në rrugën tënde, i dashur gafore. Sot është një ditë për të ruajtur qetësinë dhe për të mos u përfshirë në grindje të panevojshme. Megjithatë, mund të lindin momente kur do të duhet të flasësh dhe të mbrosh të tjerët. Kur ekziston një arsye e vlefshme për të ndërhyrë, zëri yt ka rëndësi dhe mund të bëjë ndryshimin. Për pjesën më të madhe të ditës, qëndrimi yt i qetë dhe i matur është forca jote më e madhe. Këshill. Përqendrohu tek aktivitetet që të mbajnë të lidhur me thelbin tënd, si komunikimi i sinqert me të dashurit, kujdesi për shtëpinë dhe rutina që sjell qetësi. Kjo javë është për të rivendosur paqen dhe balancën brenda vetes.
Luani, i dashur Luan kete jave mund të duket sikur familja po të kritikon, por në të vërtet ata po përpiqen të tregojnë se dëshirojnë të përmirësojnë dinamikën mes jush. Mënyra e tyre mund të jetë e pazakont ose e çuditshme, por qëllimi është i sinqert. Jo të gjithë meritojnë qasje në energjinë ose historinë tënde. Ke qenë i fortë për një kohë të gjatë, tani ke nevojë për liri, këshill e javës. Dëgjoj çfarë kam për të thënë para se t'i injorosh. Kjo është një javë për të shëruar marrëdhëniet dhe për të ndërtuar lidhje më të forta. Kujdesi për të tjerët dhe për familjen duhet të vijë mbi shqetësimin për atë që po shohin të tjerët. Shprehu ndjenjat e tua të vërteta dhe përpiqu të krijosh harmoninë që dëshiron. Mos ki frikë të zgjedhësh veten dhe qetësinë tënde mbi pritshmëritë e të tjerëve. Duke e bërë këtë, do të ndihesh më i fortë dhe më i qetë dhe do të hapësh rrugën për marrëdhënie më autentike dhe të shëndetshme. Virgjëresha, kjo javë të fton të heqësh maskën e përsosmërisë dhe të jesh më i hapur dhe i sinqert. Nuk ka asgjë tabu për ty. Është koha për të ndarë mendimet, dëshirat dhe preferencat e tua, qoftë ngjyra e preferuar apo diçka më personale. Nuk po mbash më asgjë për vete, po qëndron i vërtet dhe autentik. Megjithatë, paqja jote shpirtërore mund të kërkojë që të largohesh nga disa situata familjare ose marrëdhënie që të lodhin ose të tensionojnë. Një hap mbrapa mund të jetë mënyra më e mirë për të ruajtur qetësinë dhe balancën. Paqja jote shpirtërore mund të kërkojë të largohesh nga situata familjare ose marrëdhënie që të lodhin, tensionojnë ose nuk të shërbejnë më. Është një moment për të vendosur kufi dhe për të ruajtur energjinë tënde. Këshill e javës: mos kesh frikë të tregosh veten siç je dhe mos lejo situata toksike të ndikojnë tek paqja jote e brendshme. Ky është momenti i hapjes dhe i qetësisë së zgjedhur. Peshori, dëshiron të sjellësh ndryshim dhe emocion në marrëdhënien tënde ose me dikë që të pëlqen, i dashur peshore. Megjithatë, mund të mungojnë fjalët e duhura për të shprehur ndjenjat në mënyrë të qetë dhe të efektshme, para se të flasësh ose të veprosh impulsivisht. Merr një moment për të menduar dhe për të gjetur mënyrën ideale për të komunikuar emocionet e tua. Shpreh ndjenjat pa i shqetësuar ata dhe pa krijuar tension të panevojshëm. Një qasje e kujdesshme dhe e menduar mirë do të forcojë lidhjen dhe do të sjellë harmoni. Diçka që ke shmangur emocionalisht tani kërkon vëmendjen tënde të butë, i dashur akrep. Nuk është koha për të shtyrë ndjenjat mënjan, por për t'i përballuar me kujdes dhe vetdije. Përmes përballjes me emocionet e pasgjidhura, do të ndihesh më i lirë dhe më i qetë. Këshill: jep vetes kohë për të reflektuar dhe për të përpunuar ndjenjat e tua. Një qasje e butë dhe e matur do të ndihmojë jo vetëm shpirti yt, por edhe marrëdhëniet me të tjerët. Ky është momenti për të shëruar dhe për të ndërtuar bazat për stabilitet emociona. Akrepi, askush nuk njeh më mirë se ti temperaturën e dhomës kur bëhet fjalë për marrëdhënie dhe situata, i dashur akrep. Është thelbësore të besosh tek intuita jote dhe të mos lejosh që të tjerët të mashtrojnë ose të bëjnë të dyshosh tek ndjenjat e tua. Sa më shumë që të shmangësh ndjenjat e tua më të thella, aq më e vështirë do të bëhet lidhja me vetveten tënde të vërtetë. Përparimi mund të duket i ngadalë tani, por ai po ndodh. Edhe hapat e vegjël kanë rëndësi dhe çdo përpjekje po të afrojnë më pranë qëllimeve tua. Mos u dekurajo nga ritmi i ngadalë, durimi dhe qëndrueshmëria janë çelësat e suksesit këtë javë. Qëndro i fokusuar tek përparimi i vogël dhe vlerëso çdo hap përpara. Kjo javë është për të ndërtuar themelet që do të sjellin rezultate të qëndrueshme në të ardhmen. Këshill: beso instinktet e tua dhe lejo vetes të përballet me emocionet e tua pa frikë. Duke pranuar ndjenjat e brendshme, do të ndihesh më e lidhur me veten dhe më e fuqishme në marrëdhënie. Shigjetari, dashuria po lulëzon rreth teje, duke bërë zemrën të rrahë më shpejt, i dashur shigjetar. Megjithatë, para se të futesh në ndonjë lidhje të re ose situatë romantike, mbaj një këmbë në tokë. Është e rëndësishme të mos tërhiqesh nga iluzionet dhe të mbash pritshmëri reale për ndjenjat dhe veprimet e të tjerëve. Kur të jesh i përgatitur, do të jesh gati për fazën tjetër të marrëdhënieve. Ti nuk heq dorë nga e vërteta, edhe kur është e vështirë apo e dhimbshme.
Je i pari që pranon kur gabon dhe kjo të lejon të përballesh me të tjerët kur veprimet e tyre janë të padrejta. Fokusi i javës. Kjo javë përqendrohet te aspekti profesional dhe biznesi i marrëdhënieve të tua. Mund të ndjesh nevojën të zgjeroj horizontet dhe të mësoj gjëra të reja. Këshill. Mos lejo që turpi, zakonet e vjetra apo sjelljet që krijojnë probleme për të ardhmen të ndalojnë. Ruaj lirinë tënde dhe vepro me guxim dhe përgjegjësi. Bricjapi, miqtë e tu kanë shumë mendime sot, i dashur bricjap, por pak prej tyre të japin ndjenjën e qëndrueshmërisë. Para se të krijosh tension ose debat me ta, provo të kesh një bisedë të qetë për të kuptuar perspektivën e tyre. Shumë shpesh ata po përpiqen të mbrojnë, edhe pse mënyra e tyre mund të mos duket e qartë për ty, ti je një punëtor i palodhur dhe kur vendos diçka në mendje, nuk lejon që asgjë të ndalojë. Ky karakter të bën një frymëzim për të tjerët dhe një ndikues të fortë në mënyrat e duhura. Fokusi i javës. Kjo javë është përqendruar tek puna dhe rrjeti social. Mund të shfaqen disa mundësi që të lejojnë të rishikosh prioritetet dhe të bësh ndryshime që përputhen me qëllimet e tua. Këshill, ruaj qetësinë dhe bisedo hapur me të tjerët, ndërsa përqendrohesh tek punët që kanë më shumë rëndësi për ty. Ujori, kjo javë nxjerr anën më konkurruese tëndën, i dashur ujor. Mund të përballesh me një koleg për një promovim që meriton dhe ke fituar. Ata nuk do të parashikojnë aftësinë tënde për të siguruar pozicionin me stil dhe vendosmëri. Vetëm sigurohu të mos përdorësh taktika të dyshimta, lejo që sarkazma dhe qasja jote e vendosur të flasin vetë, mendja jote është një burim i fuqishëm energjie këtë javë. Është një kohë e shkëlqyer për të ndarë ide, për aventura dhe për të takuar njerëz të rinj. Kjo javë favorizon rrjedhimin social, ktheu tek grupet fizike dhe ndalo për pak kohë në LinkedIn për t'u lidhur me njerëzit e komunitetit tënd në mënyrë direkte. Këshill, je i durueshëm me veten dhe të tjerët. Mos u shqetëso nëse nuk krijohen miqësi të menjëhershme ose lidhje nga hera e parë. Përqendrohu te hapat e vegjël dhe përparimi gradual do të çojë tek rezultatet që dëshiron. Peshqit, një ish i dashur po përpiqet të lidhet me ty, i dashur peshk, por nuk po kupton se ti ke kaluar më tej dhe je në një hapësirë të re emocionale. Para se të lësh pasionin e së kaluarës, qëndro i vendosur. Nuk ka problem të jesh peshku që iku, lejo që kjo të jetë përfundimi i tyre romantik, ndërsa ti jeton pa pendime dhe me qetësi. Ti je gati për ndryshim, dhe e di se ai fillon dhe përfundon tek vetja jote. Hëna aktivizon sektorin tënd të burimeve, mënyrën se si ndihmon të tjerët, mësimet që nxjerr nga përvojat, punën dhe mbështetjen e miqësive. Fokusi i javës. Shumë vëmendje do t'i kushtohet planeve për udhëtime gjatë sezonit të festave. Nëse nuk planifikon të udhëtosh, mendo për shkëmbimet e dhuratave ose për të marrë pjesë në aktivitete bamirësie. Ky është momenti për të planifikuar dhe organizuar mënyra që të mbushin zemrën me kënaqësi dhe qëllim.